Provimi i inteligjencës. Si përfundim, askush prej nxënësve nuk ishte arritur që t'i jepte një përgjigje të saktë pyetjeve të përgatitura prej mësuesit të tyre të madh. Secili dha përgjigjen e tij, mirë po asnjëra nuk u pranua. Pyetja që profeti kishte përgatitur për shokët e tij ishte: ndër elementët e besimit, cili është më i forti? Njëri u përgjigj namazi, tjetri tha zekati, dikush tha agjërimi, një tjetër tha haxhi. Njëri u hodh e tha xhihadi, e të gjitha këtyre pyetjeve profeti u dha përgjigjen jo. Me që askush prej të pranishmëve nuk e dha përgjigjen e duhur, vetë profeti u përgjigj: të gjitha këto që ju that janë punë të mëdha dhe të nderuara, por asnjëra prej tyre nuk është ajo që unë pyeta. Pjesa më e fortë e besimit është të duash dikë për hir të Zotit dhe të qëndrosh larg diçkaje, po për hir të Zotit.